Partia Demokratike e Kosovës falenderon të gjitha grupet parlamentare për kontributin që kanë dhënë në hartimin e një rezolute, e cila do të ishte një reflektim i ynë si kuvend dhe një deklarim publik rreth së vërtetës historike të luftës në Kosovë gjatë vitit 1998-99. Kemi bërë shumë përpjekje, zonja kryetare, që rreth kësaj çështje të kemi pajtueshmëri të plotë dhe për aq sa kuptova tashmë është arritur dakordim për tekstin e rezolutës nga të gjitha grupet parlamentare. Mirëpo, ne insistojmë që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës. Nuk besoj që ky kuvend ka diçka më të rëndësishme për të trajtuar se kjo pikë. Për më tepër që, zonja kryetare, kjo flet shumë edhe për kulturën politike që është duke mbizotruar në Kosovë tani e disa vite. Nuk është turp, as nuk është dobësi që shumica parlamentare ta pranoj një kërkesë të opozitës. Jemi në një situatë tërësisht të paprecedent. Për herë të parë, ky kuvend ka seancë parendite të miratuar në kryesi. Ju lutem që ta zhvendosni si pikë të parë të rendit të ditës. Faleminderit shumë.